Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla wa ala falenderojmë për gjithat mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun që na beqaton me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, të na ruan nga çdo e keq në këtë botë dhe nga çdo dënim i botës tjetër. Lavdatat, paqet, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar jemi sot në takimin e radhës dhe është plotësim i takimit të kaluar ku jemi duke prezantuar një hartë praktike të kthimit tek Allahu Azza wa Jall. Duke pas parasysh se muaji Ramazan duhet shënon me të vërtetë një kthim të madh të çdo kujt për neve tek Zoti i gjithësisë, një përmirësim të raporteve. Andaj e kam përmendur në takimin e kaluar se informatat, udhëzimet për këtë kthim nuk na mungojnë, por një hartë e cila i rregullon dhe i sistemon pozicionet e këtyre informatave është më së kërkuar në këtë muaj. Andaj jemi ndihmuar për këtë kthim dhe për këtë orientim me fjalët e Ibn Qayyimit rahimullah, i cili flet për një hartë, kështu të kam quajtur, ta kuptojmë më drejt, të kthimit tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kemi folur takimin e fundit për një kthim me shtyllat e tij apo me motorët shtytës që ndihmojnë të ecin përpara dhe kemi filluar që të flasim për llojin e dytë të kthimit. Ky lloj i dytë nuk është alternativë llojit të parë, por është plotësues i llojit të parë. Andaj kemi thënë se duhet që të kthehet në të vërtetën tek Zoti xhallahu ala me atë që e ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, korreksi dhe mirënjohje, sikur që është kthyer në fillim me premtim dhe zotim. Ne kemi dhënë Allahu xhallahu ala një zotim dhe një premtim, dhe kjo ka ndodhur në faza të ndryshme të jetës tonë. Premtimi dhe zotimi i parë që kemi dhënë Allahu xhallahu ala është ai që ne nuk e kujtojmë dhe nuk e njohim. Është ai kur kemi qenë në kurrizin e babës sonë Ademit alayhis salam, dhe kur Allahu xhallahu ala na ka pyetur elastu bi rabbikum, a jam Zoti juaj, këtë kemi thonë po. Për ta forcu këtë pranim, Allahu xhallahu ala çdo njeri kur e ka sjellë këtë botë, do të thotë e ka krijuar në natyrshmërinë e pastër të Islamit, që t'i ndihmon në realizimin e premtimit që ja ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu. E pastaj për ta fuqizuar edhe më tepër këtë dhe për të ndihmuar njeriu edhe më shumë këtë drejtim, Allahu xhallahu ala i ka dërguar libra dhe i ka dërguar pejgamber që njerëzit ta njohin drejt realizimin e atij premtimit. Kjo është që ka të bëjë me premtimin. Apo e përqen tash korrekt përballë këtij premtimi dhe përballë së të vërtetë duhet të plotësohen disa kushte që kemi përmend. Nga se ne jemi zotuar dhe dëshojmë që tash praktikisht këtë zotim që ja kemi dhënë Allahu Azza wa Jalla të çojmë në vend. Dhe ky zotim, sikur që e ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, ndërtohet në 3 shtylla themelore. E para është që ta urren veprimin e mëkatit, apo ta çrënjos nga zemra e tij për jetimin e këndshëm për gjuna. Do të thotë që tashmë ai mëkat, ai lëshim, ai rrëshqitje, ajo marrje në thu që kemi përmend deri më herët, ndoshta me gjithë dështimin, me gjithë lëshimin, ka pas mundësi që njeriu të sjellë ndonjë kënaqësi të caktuar kështu më radh. Tash kjo duhet të jetë kthimi dhe nuk është korrekte përballë premtimit që ja kemi dhënë Allahu Azza wa Jall, nuk është korrekte përballë të vërtetës që Allahu na ka dhënë, nuk është korrekte që të fillojmë edhe pas hyrjes në të vërtetën ta kthejmë kokën djathtas dhe majtas. Prandaj nuk duhet kthyer, por duhet vazhduar drejt. Në qoftë se jemi të bindur se e vërteta që Allahu na ka dhënë është e vërteta e pa alternativë, është e vetmja e vërtetë e mundshme që mund ta kemi. Atë nuk është korrekte me këtë vërtetë që të shikojmë djathtas edhe majtas ku pas kohë kur ndoshta mund të ketë edhe ndonjë thirrje të transore.
Kjo është qëllimi i Ibn Qayyimit rahimahullah, që ta urresh mëkatin, ka se mëkati është thirrje për zhvendosje. Ti e vendos në binar caktuar që të se ka Allahu xhallahu ala dhe tash mëkati thirr, pse sprovon pak edhe ka hon. Kthimi ka kjo thirrje është pa turp dhe jo korreksi me besën që e ka pa Allahu xhallahu ala se s'ki mu kthy mua aftën. Prandaj na duhet një kthim i kësaj natyre, një kthim i fytyrës ka Zoti xhallahu ala, kthim i cili është kthimi i fundit në jetën tonë. S'ka më kthim as djathtë as majtas, as lart as poshtë as një anë. Është kthim ka Zoti xhallaluhu dhe kjo është një lloj respekti për të vërtetën dhe konfirmim i premtimit që ja kemi dhënë Allahut azza wa xal. Këtë kemi cek në temën e kaluar dhe ky sqarim është pak si plotësim për atë që është në fundin e ligjëratës së kaluar. Pika e dytë e këtij kthimi për këtë të vërtetë që tash ne e kemi. Këtë vërtetë që Allahu na e ka dhënë dhe kësaj vërtetë që po synojmë të kthehemi dhe ndëruar ne. Ky kthim tek Allahu xhallahu ala që po synojmë ta arrijmë, jo të gjithë njerëzit e kanë arrit. Dhe jo të gjithë njerëzit e gëzojnë, dhe jo të gjithë njerëzit e kanë. Njerëzit nganjëherë si pasojë e posedimit të kësaj të vërtete fillojnë që ta ndinë veten në mejdan sigur duke i nënçmuar tjerët. Ibn Qayyim rahimullah thot, nuk është korrekte për bollhaku që Allahu ta ka dhënë me i nënçmuar tjerët. Nga se sikur do të vijë më vonë, ky është hak i joti. Andaj s'ki drejt me diçka që është e jota, po Allahu të ka ndëruar ti përbozësh të tjerët. Dhe ta shohësh veten më të mirë se ata. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim rahimullah se njeriu i cili e kupton drejt fenë Allahut azza wa xal dhe i shikon shkelit e njerëzve në raport me të drejtat e Allahut azza wa xal dhe është jo falëndrimin e njerëzve përballë Allahut, është mos mirënjohjen e njerëzve përballë begative të Allahut, është rebelimin e njerëzve përballë Allahut azza wa xal. Mëkate shumëta, thot njëri që e ka kuptuar drejt raport me Allahun s'ka çare pa i urrejt ta njerëz. Domosdoshmë. Thot mirë, po procesi i urrejtjes nuk përfundon këtu. Dhe ai nuk mirret me ta, por është një fillim për të vazhduar më tutje tek vetvetja e tij. Andaj kthehet ka vetë atij, thot shiko, apo ishe tjerët, dhe si duket kjo përballë Allahut është shumë e keqe. Andaj kështu t'jam edhe unë, me siguri, ndoshta më tepër, po s'jam duke e parë veten time përballë Zotit xhalla xhelaluhu. Prandaj, sikur që ka thonë njëri apo shumë nga dietarët e selefit kanë përmendur duke thënë len tafqaha kull al-fiqh. Të s'ki mundësi me e kuptu fenë si duhet. As nuk i me mundësi me qenë njëri cili dhe thot e ka kuptuar atë që duhet ta kupton nga kjo fe. Deri kur? Thot deri sa nuk i urren njerëzit për hir të Allahut e pastaj kthehesh ka vetë jote dhe e urren vetë më shumë se këtë tjerë. Andaj procesi i urrëties së tjerëve pse bën gjuna Allahu të xhel është një grumbullim urrëtie për t'ia shpras vetes, jo tjerëve. Ama duhesh mu grumbullu, se njëri kur do me grumbullu urrëtie, xhelozi për Allahun xhallahu ala. Nëse fillon nga vetja e tij s'u grumbullon sa duhet. Se si duket që të bëu keq shumë. Andaj duhet me fillu këtë grumbullim nga tjerët. Me pa çka bën ky, çka bën ky, çka jep Allahu këtij. Jo për të përfunduar atje, po për ta grumbulluar një dozë të kërkuar të urrëties për t'ia shpras vetet pastaj, jo tjerëve. Dhe bëjmë këtë quan këtë që e cekëm këtë proces, thot nuk ka mundësi këtë ta kuptan, pos atë që Allah e ka begatu me kuptim posaqëm. Kjo së është thjesht kjo. Kjo thjesht me ndëgju dhe me zbërthy, po me praktiku nuk ka thjesht. Do me mbledh urrëti për kej tjerëve, si kështë me mbledh, do me thonë, biri vetës tënë, po suni bisa duhet. Apo, atëherë pra, thire 100 vetë le të binë. Se veç vetë me i ratë 10 vetja. Më shoj vetët, apo, i më shëm, po, më si më shëm fartë, më si më shëm këtu, se, apo, thiri tjerët, ata të syrën atë dhem as dhem, ata të më shojnë të aman. Apo, andaj ka e duhet me më shëm vetës, po ti vetë suni më shëm vetës tonë, duhet me mbledh energjinë e tjerëve. E kështu që, për me më shëm tjerë, duhet me provokua, ta minguc, që ata me të godit. Edhe në këtë ratë shtu. Duhet njeriu do të fillan përballë begative, se nuk ka mundësi mu këthy ndryshe. Kjo goditje të kthen tek Allahu xhallahu ala. Që
ta urresh veten tënde në emrin e Zotit. Për shkak jo korrekcisë tënde përballë të vërtetës që Allahu ta ka dhënë. Mirë po, sikur që thash, kërkohet një urrëtie që kur të godet të kthen. E vetë me bu këtë punë s'munesh. Pra ne duhet me mbledh këtë urrëtie për tjerëve, për njerëzve që çka bujnë këta, çu këta që shon rrugën e Allahut azhjal, çu ka begatu Zoti, çu Allahu xhalla wala mbledh. Apo i urren njerëz në emrin e Allahut azhjal. Pastaj këtë material se përdor kundër tyne. Që të flasësh për ta, ti në nëqmosh atë, ja, së mirë shmat, por ta është ja këthen veti, thush, a përshet që shka ka? E qikijeti, apo e godit vetën. Kja është, dhe i Ibn Rahimullah, korreksi për balë të vërtetës, apëton. Dhe të kthejesh do të tëtë, të ke vërteta, me mirë njojë dhe korreksi, sikur se e kthy me zotim dhe pranim herën e para që apëton që e përmendëm. Kjo është shtylla e dytë, dhe shtylla e tretë e kthimit të dytë, apo se kthimin e parë kemi bërë me 3 shtylla, kthimi i dytë me 3 shtylla tjera. Shtylla e parë, mos pretimi i kënaqësisë mëkat dhe kallëzon çfarë qëllimi ka. E dyta, urrëtia ose mos mençmimi i tjerëve. Apo dhe ndjenja se ti je i sigurt, e këtë mund ta bësh me këtë proces të urrëties. Dhe e treta, thotë Ibn Qayyim rahimullah, një fjallë që duhet me lezu kështu komplet për shkak se kjo është problem me spjegu edhe me prezentu edhe me përthyje çka do qoftë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, e treta është që njeriu maksimalisht apo të përmbledh një lloj ose maksimalisht të mobilizon një inspektim ndaj veprave që i shfaq tmetit e saj ato. Nëse Allahu ta ka dhënë të vërtet, një hak, një udhëzim, apo dhe ti ke pranuar mu kthy këtu. Po pranimi dhe kthimi janë dy procese që dohen mes vete. Tash nga pranimi po do na mu kthy reali është ka e vërteta, ka Allahu xhelalu ala. Apo dhe ky kthim fillon me u bë përmes veprave. Po nëse na nuk mobilizojmë krejt inspektoratin që kemi për me inspektu veprat, shpesh herë do vepra që mendojnë se të na kthysh na kthejnë ato. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, duhet që njeriu të inspekton çdo vepër a ka pështu nga hisja e nefsit. Do thotë se çdo vepër kur të bën njëri ka mundësi mu prek me hisët nefsit. Po nefsi ka hisë të shumta në vepër. Andaj nuk duhet me lëshu asnjë vepër me kon pjesë e kthimit ka Allahu xhallahu ala që ka prek nefsi. Çfarë thotë Ibn Qayyim rahimullah? Kur thot el-istiqsa'u fi ru'yati ila al-khidma. Dhënia e mundin maksimal apo për të detektuar dhe inspektuar dhe qindsesh ila al-khidma. Tmetat e shërbimit. Apo khidma, i gebo Allah shërbim, po me tmeta është, sokon shërbimi nivel. Sigurisht a ke po, për shembull ka në restorane, ka në caktuar, ta çet aty atfar formularin, edhe thot për çdo vrejtje, shkruaje sa ushimin ko, uarën ko, po kon i ftoft, këto kon rregull, po Coca-Cola që ku porsit su kon sa duhet e ftoft i përmend. Dhe ata në bazë apo të vrejtjeve përballë veprave dhe servisit përmirësojnë shërbimin. Edhe na duhet kështu. Apo është një formular që çdo vepër duhet me kthyer. A kon ku, a kon mirë që shka shku, mos e bëm diçka për vete, jo për Zotin. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, që kjo është me izbulu ilal el-khidma. Do në mangësit dhe iletet dhe dobësit e shërbimit. E qka kjo? Thot, kjo është të detektosh përmes inspektimit të detajzuar tër atë që ka të bëj me hudhudhu nefs. Hudhudhu nefs janë hiset e nefsit në punë. Dhe për caktuar. Wa temjizi haqqi rabbi minha min hadhin nefs. Ola këta njerëz interesant. Dhe mon, subhanallah, kur lexon që kanë bu këta njerëz, shumë ndryshe këta kanë bu punë, Allah. Për në thotë që të punën në shesh, edhe doje, qka u kom për zë, qka u kom për mua, qëta është doj? Për në gjdo vej për njeri me bu këshu me... So vej për shkojnë po u inspektu, ka përcejnë, apo?
që ta mas ne dalin si në fabrika, apo që dalin me leqe, dikun su kep mirë, dikun su bo mirë, duhet mishit qysh do ku veç me jek qafe, nuk dalin tek tregu i mallit me marrë që është ato, së ne qëtë atje, se u dal me tmeta, me njolla. Andaj edhe na më prodhim të veprave, apo nuk kena komision për inspektim, që e inspekton produktin final para se më shku të ka Allahu xhallahu ala. A ka diçka që inspekton? Që kjo është, thotë Ibn Qayyim rahimullah, që kjo është kthimi, që shtu kthehesh tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Andaj thot, kjo është përfundimi i tina, Ibn Qayyimit, kjo është në përgjithësinë e këtij. Unë veç për përcjellja. Thot, wa la'alla aktharuha aw kulluha an takuna haddan li nafsika wa anta la tash'ur. Thot ka mundsi, Ibn Qayyim thot në Madarij Salikin, thot ka mundsi që shumica e veprave tuaja apo të gjitha të jenë nga hisja e nefsit e të nuk e ndin. Thot fa la ilaha illa Allah. Që thot Ibn Qayyim rahimullah. Thon kan fi an-nufus min ilal, sa ka në nefsin e njërit nga tmetat dhe qëllimet dhe hiset që i kërkon nefsi, të cilat e pengojnë veprën, që të jetë e sinqert për hir të Allahut azza xal. Dhe që të arrijnë tek Allahu si duhet. Nga se thot Ibn Qayyim rahimullah, u innal abda, ndërgjën këtë përvojë ti, kjo është këtë veç lexim. Thot u innal abda, ka mundsi robi e vepron një punë të fshehtë kur kush s'e sheh, ndërsa nuk e ka për qëllim Allahu xhalla xhelaluhu. Në vetë është kur kush nuk e sheh, ama është i sinqert. Ndërsa ka wa ya'malu al-amal, ndërsa ka mundsi, Ibn Qayyim thot, ka mundsi njeriu bën punë dhe të gjitha sytë e njerëzve në kthy kahaj, ajo është i sinqert. Thot wala yumayyizu hadha, nuk ka mundsi me dallu këtë për kësaj përveç se ata që u ka dhënë Zoti dije, edhe etibaul qulub, mjekët e zemrave, ata që i njohin këto gjëra në detale atë. Kjo s'është tash, me thonë, po kjo është ulemave, jo atë. Kjo flet për komplet, ama bëhu alim i vetes tonë atë. Nga njëri din kur është vet. Edin duke u fal vet në dhomë natën. Ndoshta as kush nuk e ka ndëgjuar. Madje është në dhomën e errët, apo falet dhe nefsi i përshpërit se nesër sabah kur qohesh njerëz kanë me të përshëndet ndryshe se ti sonte që për Allah. Apo dhe fillon me ta garbit hisin Allahut azza xal pa vërejtë hiç fara atë. Fillon me përgatit nefsi modele dhe mënyra të respektit, të përfitimit, të rrezikut që të vjen nesër si pasojë kësaj që po vazhdon natën. Nesër kemi fituar më shumë inshallah se e quh për Allah. Apo grabit nefsi poshtë përpjet, edhe pse i vet kur kush po të shaftë. Nëse ka mundsi njëri të jetë mesin e qindra njerëzve dhe syt kthime ka haj çka po bën, dhe sa ai mbet i sinqert për Allahut azza xal. Kjo është thash përfundimi i Qayyimit rahimullah. Nga se thotë Ibn Qayyim rahimullah, mes veprës dhe zemrës është një hapësirë. Do thotë njëri e bën veprën dhe kjo vepër duhet ta derdh frytin e saj në zemër, që zemra të përfiton nga vepra. Mirë po, afërsia e zemrës me veprën nuk është shpesh e afërt, dhe më kon larg. Në këtë largësi thotë Ibn Qayyim rahimullah, fi tilka al-masafa qutta, në këtë largësi, në këtë hapësirë që është me zemrës dhe veprës, ka shumë cuba tudhës, apo shumë rebela, shumë pirat, të cilët, thotë Ibn Qayyim rahimullah, pengojnë arritjen e punës të zemra. Gjuha, thotë la ilaha illallah, ka largësi mes kësaj dhe kësaj. Për me shku la ilaha illallah të zemra, apo duhet me kon rruga e sigurt, me garantu arritje të sigurt, nga se ka pirat që dalë me anijet, ta këna puna anijet. Edhe shtrujnë, unë e po fala, po dhe mlala, po qysh zemra, e po s'kamri puna, së derdhë këtu, këtë dush me pas kujdes, apo e nuk u derdhë këtu, për shfarë asyje, nga se vepra e ka në i let, se vepra me kone shnosh, është me e fort se pirat, se len me kapa, është me e shpejt se fuqia e motorave tyne, po kër e nga dalsojmë në shpejtësin e veprës, me hiset nefsit, nga dalsimi i shpejtësis mundësën me e kapa ta. A kuptut?
Thot Ibn Qayyim rahimullah pastaj, fe yakunu ar-rajulu, thot ndodh që njeriu kathirul amal, shumë punë bën. Wa ma wasala minhu ila qalbihi, mirë po kjo s'ka shpier në zemrën e tij asnjë thërmi të dashurisë për Allahun, as të frikës, as të shpresës. Wala zuhdun fi dunya, as se ka bërë që mos të lakmon këtë dunje. Wala ragba fil akhirah, as nuk e ka shtu lakmin për ahiret. Subhanallahu, njëri falet edhe Allah ka problem se Allah nuk i shtohet lakmia për mallim për Allahun xhallahu ala. Kjo është për shkak se s'është u der produktin në vendin e duhur apo. Dhe në këtu mësime që njerëzit jetë kanë ndonë që të më mësua për. Ibn Qayyim rahimahullah përvojnë e dekadave të udhëtimit e tij, po e dirë në këta rreshta për. Andaj thot më vonë, wala nurun, as nuk ka arrit që ta fiton një dritë, yufarriqu baina awliya illahi wa a'da'i, as nuk ka dritën e mjaftueshme që din me dallu mes atyre që duhet me i dasht edhe atyre që nuk duhet me i dasht. I përcjellin kabullat. Apo nuk din me kon duhet më nejt, me kon nuk duhet më nejt. Kon duhet me pas afër, kon me pas lart, nuk din këtu punë me dallu. Për shkak mungesës së dritës mjaftueshme. Ai shek ka pak po turbullt. Nuk e shek këtë punë që duhet apo. Si pasojë mos depërtimit të dritës në zemrën e tij apo. Wa bain al-haqqi wal-batil, nuk din me dallu të vërtetë pe pa vërtetë apo. Ata ka ardhëllojmë ka rëzim çka ka bëhet hiç. Çka ka bëhet ardhë, ka është e vërteta, kush e ka mirë apo? Kjo është mungesë e drejtimit. Sa më fortë kjo, më lart ta çeta. Pastaj thot wala quwa fi amri, e as nuk i ka jap fuqinë puna thon. Hala çaj i lodh është, hala çaj dembeli është, hala që është me 5 vjet quhet në kom me këni puna thon, se si ka jap aktivitet zemrës së tij puna që ka bëu thon. Andaj fala wasala, shikoni përfundimin e mjekut të zemrave. Dietarit të njohur në këtë drejtim. Thot fala wasala atharul a'mal. Thot nga se po të arrinte ndikimi i veprave në zemër, apo lastanara wa ashraq, do ndriçonte dhe të shkëlqente. Wa ra'a al-haqqa wal-batil, dhe domosdo do të dallonte të vërtetën prej të pavërtetës. Kush e ka mirë, kush e ka keq, kush ka gabu, kush e ka qellu. E qellon me fuqinë e ditës në zemër, që këtë drejtim e ka sjell vepra që ka arrit në zemrën e tij apo. Wa mayyaza bayna awliya illahi wa a'da'i, edhe dallonte mes atyre që Allahu i don dhe Allahu nuk i don. Wa awjaba lahu dhalika al-mazid min al-ahwal. Shiko Ibn Qayyim i përmend detajisht këto gjendje, thot dhe shumë gjendje tjera që s'u i përmendet ashtu apo. Shumë tjera që ti arrin, s'u ti kallzojnë këto apo, po gjendje që ai që i ka provuar din apo. Qofse zemra derret këto apo. Andaj ndëruar tona të mund të bëjnë Ramazan, tona të lutën në xhirim. Po në këtë ajo energji e kësaj lutje më kthin zemër. Çuçi është përmesu kjo zemër apo. Si duket po na rrjedh dikon energjinë, dikon po shkon lutja e xhirimit, sabër po shkon dikon tjetër, apo se po derdhë krejt këtu mbrana, apo thon, kjo zemër s'është e madhe me hektar Allah. Sa pak i vjen me ran ta me fillu me ndriçu. Andaj çdo kush privet le të përmbledh veten e tij, le të inspekton produktin final të veprës, mos vall diçka e ka ngadalsu, diçka pse s'po shitet në treg Allah. Kjo markë e njohur kjo. Është dasht, hala pa dal një ngrën me prit, pse s'po shitet? Kthej produktin në njëra, po ku më shitet Allah? Bateria s'pi bën, ku më bë? Çure tela ti lëm për jashtë, ku? Apo e po çështu? Pse s'po del këtu? Kthej opet, konformoj një komision. Subhanallah, para disa dite ishte një emision tregonte për rrëzimin e një aeroplani. Edhe tregojshim pse u rrëzuan aeroplan. Sa më nëse pse u rrëzu, Allah na ruaj për rrëzimin e aeroplanit. Po masë që u rrëzu aeroplani. Do të thonë kanë kalu 40 vjet. Edhe hala komisioni mirët pse u rrëzu apo. Deri tash i kanë shpenzuar $20 milion për me njoft pse një tel u djeg, e s'u dash mu djeg. Allah ju mbefasu, për punë dunjas, $20 milion nga që me i pagu, që mos mu djeg edhe njëherë, mos të rëzone edhe njerëz e petë, për dunja. E sa tela për në djegën Allah, s'peqojnë ku duhet, për rëzohëm a përësh, edhe as komision, as me pagu qmim për këtë punë, as ku, pse? Që kjo është vënimi i këthimit e ka Allahu xhallahu ala. Për çfarë arsye? Formoj Allah komisionin në vendin tonë. Paguaj çit parë. Japë mundin, keq çaki që ti Allah, keq që to i arabikëm, keq të pi paguaj
që vetë të zbulojnë pse s'jam ç'është duhet. Njëherë merr vesh, njëherë kupton njëri një dmet. E largon, është në selamet sot a gjallë masanej. Pse merr me një virus sa ti e gjallë me të pengulla, pse? Hekë njëherë. Po tash ku mo? Po këtë anuloj. Këtë merre me çit punë, shnaqet të problem, tani mos ki problem kur, ama tani jeta me çku tu zhagit për një problem. Njëherë kryo problemin dhe ktheu. Edhe nëse të kushton shpenzim me kthime, çka do qoftë? Për ta parafru hapësirën mes veprës dhe zemrës. A është kjo hapësira e vetme? Ja, aftë. Kjo është korridori i parë. Thot Ibn Qayyim rahimullah, e masanej thumma bayna al-qalbi war-rabbi masafa. Kjo është vepra me ndikun zemër. E pastaj zemra i raporton Zotit. Thot e mes zemrës edhe Allahut edhe këtu ka largësi apo. Apo edhe këtu ka një hapësirë. Thot Ibn Qayyim wa alayha qutta, edhe këtu ka pirat, e cuba, e hajna, e kriminal, tamna wusul al-amali ilayh, që s'lojnë me shku punat e Zotit xhallahu ala, në gjysë të këputin apo. Tu shku nalt e këput. E ke nis mirë kon, ka ndiku e ke qut të Zotit. Hala pa mrit të arshi Allahu xhallahu ala bjen poshtë apo. Rënohet. Pse? Çepse apo. Thot për shkak të kibrit. Aptan me ndjemalsis. Tu shku vepra, njëri me pusht kibrit e myt zogën e vet. Ti e ke qenë ndal me shku nalt se pe myt. Apo nuk është e sigurt vepra jote për shkak të kibrit tënd apo. Andaj sa vepra i rrezojmë për shkak të mendimallësisë. Qysh është mendimallësia? Refuzimi i të vërtetës edhe nënçmimi i njerëzve. Që kjo është. E refuzon të vërtetën. Një argument se pranon. Rrezohet atë atë. Apo një nënçmi apo ndikujt. Apo e çfarë i rrezon zëqt e tu. Që vetë i ke qenë atë. Ose i ijab vet pëlqim. Ose idlal. Idlal është apo që njerëzit me udhëzu, a ke pa idlal, ma mirë me kuptu. Për shembull, a ke pa ku shkon numra ose në haxh, ke pa duhet kur të bëj tawafin ato tjera me rru flakt. Dhe flakt rruhen të shitore të caktuara. Po ata i qesin ndonjëherë në 200 metra përpara, apo për më kazu, hajde të unë rruj apo. Apo me reklamë bu, hajde ku të kapim për dorë të shën, derisa tunë karrikën e tina apo. Ata paguan për këtë punë. E që kështu edhe njerëzit i çojnë argat e vet, mi thinë njerëz hajde me pa, se s'dini ç'a bojën apo. Apo ka 200 metra, 400 metra, njëra të larg është këta apo, çysh timi apo. Çojnë argat. I kiçi kaq bëre çto të ç'a po bojën apo. Që kjo është idlal. Apo tash mos e kuptoni kështu me argat me paguën me rrog apo, po në mënyra të ndryshme. Në mënyra ndryshme njëri bën që Allahu na ruaj dikush me armë pase. Si bien udha këtij ka une. Ai sunë shë boshën tëm se kum drejtë apo. Tash një ndrejtë asil që Allah është mit apo lip duket një shtëpi me qira është aty në fund shtëpisë, se ki për çera ti apo. Po më ra ka kop shtet apo me pa që çka pas ke buti. Por udha që të më pa. Që shtu asil për okulla, apo sa qëllimi bë mirë as hajra apo. Po çysh me mujt me pru dikon që me pa ç'a bojon apo. Që kjo është idlal apo. Që kjo është me kput. Punë mos më shku tek Allahu xhallahu ala. Tu shku të lart e kput. Se ja ke sill apo në fund e mor vesh ai. Unë se pata për to, edhe vjen hoxh, nëse dikujt për shembull unë i kallxoj çot atje, e të nejm shemu apo ti e din çka ke pas për shëllim apo. Ti e din shumë mirë ke pas për shëllim i kallxu këtij, jam i kallxu dikujt tjetër diçka apo. Andaj mos i kput litar që të lidhet me Zotin Allah apo. Ka din shubjan Allah, në njëre ka lidh në litar të fortë, nal mal e pëlshohet kada. Edhe kur në gjyst aty në 500 metra e ka me të poshtë më ra, apo gjytë në zinë i thik, te preju Allah, se s'pon vynë mo. Që shtu të është me prej, ti pe prejnë, pa një qka bëhet. Bjen poshtë Allah. Andaj mos i prej litar që të lidhën me Allah në gjela gjela një. Andaj thot, wa ru'yatil amal, edhe e pa ma të farë udhëzusin, apo për në hajrë këshe. Edhe këtë tjetëri thot, me kajmi që e këput, ru'yatul amal. Vesh punë në vetë e shapën. Katë këqyrë, ti ke bo. Edhe mja pak, po anë të veç pak, kështë që po banë kjo, jo të veç ti ke bo. Apo që kjo ru'yatul amal, kur gjithë shë veç punë në vetë, veç aj që ka bo. Që kjo është ru'yatul amal.
Thot pastaj u nisyanul minna. Harran kush ta ka mundsu me bëj çfarë. S'është takota jote atë. E Zoti këtë njëra, apo as e harran Allahu xhallahu ala, e harran bokja filonin që bëu sebeb, e harran kët la yara ila nafsa. Vesh ai. Apo çto e kputën atë me kaimi, çto të kputin kurrez, të kputin pi Allahu azza xhallahu. Pas sa thot wa ilalin khafiyya, ngotash tjetër sistem apo. Thot edhe i letë të tjera në mshefta. Thot lau istaqsa fi talabiha, në qofë se i lëshohet me i lyp njeri, detalesht, thot shequdina apëtan. Shequdina që është din njeri me akput vetit, litarin me sti me salat azogjel apëtan. Thot mirë po min rahmetillahi azogjel, nga rahmeti Allah azogjel, i kam lu zoti shumë këtu apëtan. I kam lu shumë pe këtyna, apo seteraha ala akthari l'ummal. Shumicës punëtorve, Allahu ja u kam shef rëzicet, se s'shin gjitë kur me hypë në altë apëtan. Por në me të kalzu që tu kemi hypë në 10 katë me ndreqet apëton, e mi kalzu apëton këtë rrugës, apo që sa është qëndëshmëria e këtë litari, e ku mush mërzu. Me veç mi kalzu, mush që të më rëshit, që të më ra njën u parzu dje qështu, tjetëri, pe që tu të ka, e sypë Allah. Sypë, Allah ja kam shef. Ti në gjithë, ruju, Allah të ruju. Apo, ama shumë tira, dhe se banë zemra gjithë kujtë te këtë me njoftë, apëton. Ja kam shef zoti, ka rahmeti Allah të gjithë, mirë, po kjo s'do me thonë që mos më rujt. Ruju. Se kur të bish, tani vjen mjeku të thët, e pse urzova? Pse ky mjeti së kohë, e po tjerë herë do, e qëta e zbulove. Andaj, thët Ibn Qayyim rahimullah se, në qofë se i njeh njëri të gjitha këto në detale, këto rreziqe që ka mundësi me e këput punën, thët do të ndodhë të ajo që është me e keqë se vetë këputja. Cila është me hub shpresën edhe me hub vullnetin për me punu për Zotin. Spjavleke, Allah. Unë e puna atje këpotu spjavleke. I kam shef Zotë Gjellë e Vala. Puna Allahti, veç ruju. Puna ma ruju. Mos e bëj pa kujtë. Mos i lyp të me qëllim. Njëri që për shembull, njëri që është sinqert punon për Zotin, s'dhen hile. Ama mos i lyp hilet. Se si ti lyp shigjon, e tani bëhesh hilegji. Ama si të punojsh normal, për shembull njëri shet edhe blen. Shumë normal. Tani thot pak më shumë me fituar. Apo e pak më shumë zhdhez. Të vesën e filonin, e ti vetë e ke lyp i letin pra. Mos e lyp valla, lyp që puna që shtora ati e mirë, grahi. Ama në qofë se filon me lyp hile, i gjon hile dhe. Allah i kam shef për rahmet nevën, mësë mëna demoralizu. Andaj thot, kishte me lon veprën, edhe kishte me lon punë dhe angazhim për Allah në gjellë luaptë. Kjo është e treta, që ka të bëj me kthesën e dytë. Për të Allah Gjallahu Ala, e kuptuat e para me 3, edhe dyta me 3. Thot Ibn Qayyim rahimullah edhe e treta. A këna thonë 3 kthesen, apo? Për të Allah Gjallahu Ala. Po, të më thonë, kthesa e tretë për të Allah Gjallahu Ala është që Ibn Qayyim rahimullah thot të kthehet tek Allahu Gjallahu me gjendje të caktuar që e ka kërkuar Allahu prej tij. Çka nuk kupton kjo me gjendje? Na e na kthy tek Allahu xhallahu ala duke ju përgjigj teorikisht, apo krejt ajo që ke pranu pej Zoti, a është shëndru në gjendje stabilit e ti? Jo. Na këna bo një këthes, kur këna pranu, na krejt e këna pranu Koranën dhe Sunetin, i gjabeten, e na përgjigj teorikisht, apo një po krejt që kjo përgjigje, a është shëndru në gjendje stabile që jetë e më është gjithmonë që shtut? Jo. E duhet me bo të shpej përgjigjes në gjendje më këthu jo. Gjendje normale. Përjetimi i adhurimeve. Ibn Qayyim thot edhe kjo bëhet me 3 shtylla. Shumë më bëu Allah. Duhet shumë i kushtu vëmendje, me vizatu e me bëhet ashtu që bën ti Allahut një moft, por që kjo është harta e kthimit tek Allahu Azza Jall. Që ata edhe gjithkush hartën s'dhe me lezu. Ka shkjes në vetë, jepin hartën, ti lezaj, se të mjadhon që kujtë hartën të hub. Ama, unë s'po thëmë mere hartën e umetit, ti grana për para, jo, Allah shtopën. As po thëmë mere hartën për me këthy Kosovën, as të s'po thëmë, as Prishtinën, as mahallën tonë, mere që të hartë për veti, ti mos hupë, më amonit kofë, ti mos në hupë, që të rrepëtën. Vesh ti që tu me mujtë me gjithë ti mos hupë, tjerë tani kada i bim, kada inshallah.
Si më kujtohet në haxh Kallabllak edhe i merr 20 haxhimi i shtin tavaf. Apo mas rrethit dytë hupin gjithë. Se çashtu shqiptarët nuk rrin në një sistem. Turqit 200 vjet hin tavaf, 210 bëu kia dalin, se një 10 tjerë pleq i kanë marrë me vete atë. Çashtu hen edhe Indonezia, Malezia, shqiptarët hin 20 apo nuk dalin asnjë. Dhe më e keqja që është kur dalin në fund thot kumete Allah. Apo se kjo ku mirë, me çaj ku është apo. Apo e çka është mirë me kuptuar çto. Çka është mirë me kuptuar çto. O Allah, thon, mos tuj kumete ti pse se kthy. E jo, edhe ti e hup edhe unë më hup. Do të na hup. Po ti vlerë që tu, dhe ti mbledhëm të tjerë. A kuptove? Ti rri që tu mos na hup Allah. Që ata i mbledhëm kar haxhit 2 vjet, edhe i thonë rri që tu. Jo, ti rri që tu ti bi tjerë. Çfarë ka një kanë ty grumbulluar thon. Ka një kanë 20 vjet atë. Para mëno. Andaj do të thonë që çdo kush pinëve le të merr një hart, çaj mos na hupa munit kof. Ti mos hubele. Ti rri që tu. Tjerë inshallah tani ka gibim. Ose bakallaj është apo se kur e ki njonin i thush shka te filoni. Ama problem se kur se ki kërkon gjet, kam i thon shka. Që ata duhet me bo një pikë referuese. Apo një grup që e kena gjet me hart, i themi që të shkoni. Që të shkoni se që të është. Aja që harta shpije që t'jap. Andaj, e kuptu çfarë kthimi dhe me kaimë rahimullah? Që kjo është harta e kthimit. E faza përfundimtare e këtij kthimi është cila? Peja asaj që ke pranu, me fillu tash edhe me përjetu dhe me jetu. Gjendi mu, hal. Gjendje ti, normale që shtë njëre. Qysh bëhet kjo? E kjo, thot Ibn Qayyim rahimullah, bëhet me tri veprime, gjithashtu të përë. E para, thot, bil iyasi min amelik. E pat, atjet e dyta, ishte inspektoj e veprën dhe kujdesu për produktin final. E kuptove? E tash produkti final, mashallah ka doli mirë. Apo, shumë këta ulema polivin për njës, shindrojmë në kështë Allah. Menzi e kumbo një produkt final të mirë, apo, thot, e në fund, e ke bo mirë, po, e tash, kër e kumbo, laj dur për ti japën. Laj dur për, mësë i qafër të mbet në tapëtën. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kjo arrijet me 2 sene, arrijet me 2 sene. E para, qysh njeri i thush vetit, qysh la menzi e kumbo, mi thonë, që të mos llogaret fort në tapëtën. Qysh i bjen kjo? Se kjo të vinë për diçka tjetër tash, mos nalë çdo ti. Se harta është tu vazhdu, dhe të plotësojmë. Qysh ose për çka duhet kjo? Thot Ibn Qayyim rahimullah, laje veten për kësaj për 2 arsye. E para, kur të kujtohet që ti veç i shtyn këtë punë. Allah të ka shtyjo, nëse pa ta ti as livrit s'kishe më mujtë. Për çka ki më llogarin ta? Për çka mos llogarit? Që është shembull konkret? Dikush apo u hin për mungjë. Edhe ka po detyrat, Allah, çto kur më bëj. S'den, i din se ka çka më bëj. Edhe dele kontrollori një 5 dakika, hen një shëkiti, ja bën, një 2 dakika këtë ja bën, edhe del. Ai në fund tani kishe po bëj mirë, ko kanë rregull në shkuën e dorëzon. 10. Apo ani notën merr për me kaluar, po thon, po mos ta merr më se i bëj mëçin forse ti se ke bëu këtë punë. A kuptove? Andaj edhe veprën, dorëzoj se Allah e pranon çështë. Edhe pse ai ta kryen të niman, ai ta pranon, dorëzoj atje, po mos shkoj më se e bëu fort i fortë atë. Apo fshi durti piksoj që i bëu ti dikush atë. Që i thush Allah nesër, po çat produkt që ta çova, s'ke boll për ti zguzon kështu më thon aty në korrapën. Zguzon më thon aty kështu ti apo. Sa i thot, e kush ta bëj kjo atje sa bën? Kush ta kallzoj kë? Ti ja? E që kjo është laj dur, dhe që jepja, inshallah vetë shitë të apëtën e na falë zotë. A kuptove? Që kjo është apë. Laj dur për saj apën. Për shkak të qkafit, për shkak se dikush tjetër ta ka kry. Ti e konë një argat që ke bajt veç, ka era s'kedi që e të bajt bële heq. Apo, si kështë ata punëtor që i bajnë ka era, po ke edhe pare bajnë, kujton që po bajnë domatë, zina që të bajt e apëtën. Bajt kjo ma në rrugë në fund që kjo puna jote apëtën. Apo, edhe do punë shëratit, kryo Allah që të tjerë gati i kësaj, pse, qysh, ku, e esë për para, dikush tjetër është ka i granë këtive punu apëtën.
për që ta mos llogaritën ta. Edhe e dyta, thotë Ibn Qayyim rahimullah, arsyeja pse mos më llogarit produkt fira, ju lota për ta. Ka se thotë Ibn Qayyim rahimullah, për shkak se kërkosh për çit produkt s'ka mujt me ble çka po lyp ti apo. Dhe mos më nëse jetu e ble çapo don ti. Anë që ta fshi dur për kësaj. Që shka thonë pejgamberi s.a.s. Nuk ka mundësi as kush për shkak të punëve ti me hinë xhenet. Ka thonë, wala ente ja Rasulallah. As ti e dërguar Allah ta? Hajt na po, ti. Ka thonë, wala ana. Illa en yataghammadani Allahu bi rahmeti. Përveç në qofë se Allahu më përfshin me rahmetin e tij. Muhammedun Rasulullah. Apo? E kur ai ka la punët, durt. Suni thëmë Allah të kurrë që në këmë bua pëse tash s'po ma ndrejq këtë punë, a i s'ka guzohë këtë me bo. E ku jemi na? Që kjo është këthejsa, apën. Më ka ime rahimullah thëtë, kur që të, qëre, për sëllet është se harta nuk është e shkëputne. Apo, harta e ka njës dikun, dhe me të qu dikun. Këqër ku po të qëni bën ka ime rahimullah, me këthim të Allah. Këqër që ka nënkuptën këthimi, se krejto e përbën një mozaik, në fund e qëtë një suret, kjo së është kjo bashkë bati hava. Apo, qëfar fotografie po do në fund në ka zubin ka ime rahimullah. Këpo kare ta qëtë një fjallë të gatë, apo ta qëtë shkojnë në parë qëllaja, ja, s'du, hadë edhe një, apo, tu ti plëcu shkojnë, po mdo këtë, që kjo ka. Apo, e tash është tu ne i plëcu pjesë të mozaikut, Ibn Qayyim rahimullah. Në fund, me ta qitë në rezultat, qka është këthimi real të Allah Gjalleva, qka po lipët më këthy? Kur thush qush krejt që kjo të dhe qitar, qka tha, për që të memria, po u vëllas nuk është kjo e kalajshme, apëtën. Nuk është kjo e kalajshme. Këtë kjo proces, shtylla e parë, këthimi i parë, 3 shtylla, 5 shtylla, 6 shtylla, këtë që kjo, hala se këna kry shtyllat, hala, ki mu që ditë ku këna memria, apëtën. Ibn Qayyim rahimullah thot, e dyta, e shtyllës të rejtë, e këthimi të rejtë, apo, se para që ka ishte, laj, do të leqë aty, e thuj, zot, inshallah, apo, qaq, e dyta, thot Ibn Qayyim rahimullah, kur të fillon me i la dur për produktit, çka ndodh apëtën? Çka ndodh mësoj? Thot Ibn Qayyim rahimullah, mas kësaj, thot, muajenatul ittirar. Allahu na mundësot me mërin këtë deregja, apëtën. Thot në qofë se arrin që shtot punë me i dërzu. Apo? Thot fillon me e pa me sy nevojën për Allahun që e ki jepëtën. Muajene, me sy eshe, që s'mun është pa ta apëtën. Që të do me të pribën ka ime rëmëllë, është të një pak ma poshtë. Hala se këna pa mirë, apo që s'munën pa Allahun e zëgjërë apëtën. Që kjo është më kryte ka Allah gjellevle me kuptu se ti pa të ama absolutisht kërkush e hitësi apëtën. Edhe ti s'munësh sa qele më shelë syt, pa ta mërnua. E unë e pedi këta, apo në këtë dhja si me paftën. Musa a.s. E ka ditë që populli ti e ka marru një veç. Po, ka thonë kush e di që, si e ka pa, edhe Tevrati pidurve i ka raptën. Tjetër është me paftën. Tjetër është me ndëgju, e tjetër është me ditë. S'keni po din, ke lezu për këtë punë. Ama s'keni se dikujt i ka ndodhë. Kur të njështë i ka ndodhë, kjo ka pak më serios. Kur e shish vetë, kjo diqka të një kejt tjetër. Andaj thot Ibn Qayyim, muajenatul ittirar. Çka thot për këtë Ibn Qayyim rahimahullah? Fa idha ayisa min amalihi bidayatan. Thot, momentin kur i lan dur pi punës tij në fillim, apo. U ayisa min an-najati bihi nihayatan. Edhe e din se në fundit s'ka me pështu me këto vepra, po me diçka tjetër. Shahide bihi fi kulli dherretin minhu daruretin tammeten i lejhi. Gjdo qeliz e trupit të ti fillon me ndi dhe me pa nevojën e pazëvënzume që e ka për Zotin Gjelle Gjelalu. Thot, u lejset daruretuhu min hadhi il gjiheti wahdeha. Nevoja e robit për Allah nuk është veç nga kjo anë, nga anë e shpëtimit edhe pranimit veprave, apo? Thot bel min gjemi il gjihad, po nga gjitha onë, katë këthesh e shese pa Allah në së munësh, katë këqësh, katë menajsh, apo veç Allah në shë për para, veç me këta duhet me pas punë mirë. Pastaj thot, Ibn Qayyim rahimullah, edhe në fund, kër e shë nevojnë e madhe për to që e ka, e shë punë që ka, thot, fa innehu idha të haqqa ka lehu kuvëtu
darurie, në qoftë se të ka i mbledhet apo doza e mjaftueshme e kësaj nevoje. Dhe zhgënjet dhe i lën durt nga vepra, qoftë pranimi apo shpëtimi. Thot, çka shem masoj tash? A shë Allah diçka mas nevojës? Po. Thot, e shë lutfin e Allahut ndaj tij. Andaj i kujtohet te emri Allahut El Latif, apo i bëkaj me thot, veç për kësaj pozite e shë mas mindi këtë emër. Që tu e shë lutfin e Allahut Azza wa Jall, kujdesin e vazhdueshëm, butësinë e Allahut ndaj tij, dhe mirësinë e vazhdueshme që ka Allahu për ty. Që tu thot Ibn Qayyimi është ajo që duhet na mëmri. Që tu është kthimi. Kur kthehesh që to, është dera e Allahut Azza wa Jall me hitë ka i bidhnillah. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah për fund, thot wa alima an kull ma huwa fihi wa ma yarjuhu, edhe e kupton robi se krejt në cilën është ai, edhe atë që shpreson, dhe atë që ka bu, dhe atë që ka kryej, krejt lutfun min Allahi bihi, është veç mirësia e Allahut ndaj tij se ti s'shkon kërkon heqat. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, wa sadaqatun tasaddaqa biha alayhi bila sababin minhu, edhe është mirësi dhe lëmosh që Allahu e ka lëshuar me dorë ti pa një sebeb. Andaj idh huwal muhsin, Allahu është bëmirësi me sebeb, me shkakun, dhe është bëmirësi me vetë pasojnë që e ka shkaktu, shkaku i caktuar. Wal amru lahu min qablu wa min ba'du, dhe çështja është ende lidhur me të fund e krye. Krejt me Allahu xhallahu ala, wa huwa al-awwalu wal-akhiru. Kjo është Allahu xhallahu ala i pari dhe i fundit, la ilaha ghayru, nuk ka zot përveç tij. Andaj që kjo është harta e Ibn Qayyimit rahimullah për të kthyer tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Për ta kuptuar se ai është i pari, do të çdo gjë vjen prej tij, edhe ai është i mramti, çdo gjë tek ai përfundon, e ne jena në mes kësaj aftën. Shiko ku të ka prek lutfi Allahut azza xhel dhe mirësia e tij, falënderoj për këtë. Po kjo nuk është veç prekje e rastishme, por e ka një udhërrëfyes që e ka prezantuar Ibn Qayyim rahimullah, e që sikur që e kam pranuar, po shpresoj tek Allahu i Madh që në këtë Ramazan të fillojmë udhëtimin e duhur me orientimin e kësaj harte dhe të kthimit ka Allahu azza xhel. Të kthehemi në fund që ta ndijmë dhe ta shohim me sy të ballit dhe të zemrës nevojën e madhe për Allahun që kemi, dhe gjithashtu ta shohim lutfin e Allahut, që ky lutf vallahi nuk përkthehet në asnjë gjuhë të botës. Nga se Allahu xhallahu ala Latifi ka thonë vetës ti veç në gjuhën arabe. Është për problem me këtë lutf me përkthin çfarë do gjuhë tjetër apo. Po themi mirësie, bujarie, kujdes për me parafru pak apo. Mirë po, nuk është më rëndësi me ditë kuptimin, po më rëndësishme është me përjetu lutfin Allahu xhallahu ala në jetën tënde, se si Allahu xhallahu ala vallahi të kthen, e trun, e të bën fund dësheti se këtë ka konë me dikën tjetër se ti sa ka konë rani ti as miro kësaj dhe as asaj apo. Ane kjo këthim është i rëndësishëm të bëhet në jetën tonë, dhe kjo kthese madhe në jetën tonë që na ndryshon jetën, përjetimin, veprat tona në raport me Allahun xhallahu ala. Kjo është harta e udhëzimit dhe orientimit që ka përcjellë Ibn Qayyim rahimullah për kthimin tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Me kaq po japun fund dhe përfundua ti përmeni dy gjëra, do të thotë si porosi që kam dëshirë, do të thotë ti keni parasysh. E para dhe ndëruar duke pas parasysh se muaj Ramazan është muaj i Kur'anit dhe muaj që besimtari shoqërohet në mënyrë të veçantë me Kur'anin, jo vetëm leximin e tij, por edhe në kuptimin e ajeteve të tij dhe meditimin e tij, është mirë që të ndihmojmë me çdo gjë që na ndihmon këtë drejtim. Në veçantë unë ju përgëzoj edhe për botimin e volumit të 4 të tefsirit të Sheikh Sadi rahimullah, një nga tefsiret më të përshtatshme dhe më të mira për xhamatin për me lexuar. Andaj gjuzi i 4 të këtij tefsiri përmban gjuzin amma. Shumicën e surave që ne i dinë përmesh, andaj ju preferoj që ta keni nduar të juve këtë tefsir në forma të ndryshme. Do të thotë që njëri me ble, me pas parasysh që me të vërtetë ta ketë shoqërues të tij Kur'anin dhe tefsirin e Sadit afër vete në muajin Ramazan. Dhe porosia e dytë që dua të them përveç asaj se sikur që dini ky është dersi i fundit, do të thotë para muajit Ramazan, lutem Allahu xhallahu ala që të na jap shëndet, hajre të mira, e të vazhdojna më tutje me rrugtimin ton ka Allahu xhallahu ala edhe pas muajit Ramazan, por ju porosoj që të keni kujdes këtë Ramazan që t'jeni me të vërtetë në raport me Allahun më ndryshe se Ramazani e kaluar.
Të shë Allahu xhallahu këtë Ramazan se ne kemi jesë përpara dhe jemi më të mirë se Ramazani e kaluar. Andaj le të mbetet motoja e jon këtë Ramazan fjala e Enes ibn Nadr, i cili i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu do të shë çfarë do të bëj unë nëse veç edhe një herë ti takohesh me ta. Andaj edhe na i them Allahu azza xal, nëse Allahu veç edhe një na takon me Ramazanin, do të shë Allahu çfarë do të bëjmë na. Ti kazojmë Allahu xhallahu ala se na do na mulidh me të, ti përmirësojmë raport me Allahun xhallahu ala, dhe të kthehemi tek Allahu xhallahu ala me këtë hartë orientime të burrave të mirë që janë këtu tek Allahu xhallahu ala. Allahu ju shpëlbej për vëmendjen, për sabrin, për prezantimin deri më tani. Nëse Allahu xhallahu ala që të na bashkon në hajret mira vazhdimisht, Zoti ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.